Dua fillimisht që t'ju pyes kur pritet të mbahet konferenca e 4 ndërqeveritare, pasi ishte parashikuar për sot dhe nuk u realizua. Si lvizin këto data, si vendosen këto takime? Po, takimet vendosen ka dy element që e përcaktojnë. Së pari se sa vendi është gati, pra janë plotësuar edhe ato kushtet e fundit teknike për hapjen e grup kapitullit, sepse çdo konferencë ndërqeveritare tashmë do të ketë, sidomos gjatë këtij viti, do të ketë hapje grup kapitullish të rinj. Edhe për këtë arsye kërkohet një konfirmim final që grup kapitulli është gati për të hapur, pra që vendi, në këtë rast Shqipëria, është gati për të nisur këtë fazë të dytë dhe më të rëndësishme të procesit të antarësimit, dhe elementi tjetër është kur vetë Bashkimi Evropian ka një datë në bazë të agjendave të tij, sepse janë agjenda shumë të ngjeshura, krijohet një hapësirë e mundshme, një datë pra për të mbajtur konferencën ndërqeveritare. Zakonisht kërkohet diku tek një muaj e gjys përpara koordinim për ta caktuar, por gjithmonë ndryshon dhe në momentet fundit, në varësi të çështjeve të rëndësishme që diskutohen në Bashkimin Evropian, sepse gjithmonë ndodhen përfaqësues nga Këshilli i Bashkimit Evropian, pra vendet anëtare plus Komisioni, dhe Këshilli ka dhe punën më të madhe gjatë pjesës negociatave, gjë që sigurisht dhe me ngarkesën e tij në këto kohë dhe me zhvillime të ndryshme që prekin Bashkimin Evropian, është pak e vështirë për të koordinuar. Por nëse në 3 konferencat e mëparshme, në të parën u dha drita jeshile, në 2 të tjerat patëm hapjen e grup kapitujve, çfarë kapituj të rinj pritet që të hapen në konferencat e ardhshme? Pra, cilët janë ata që vijojnë në radhë apo sipas ecurisë së Shqipërisë? Po, në fakt pritet që të hymë tek pjesa më e rëndësishme apo thelbi, mund të themi, i Bashkimit Evropian, që ka të bëjnë me pjesën tregtare dhe ekonomike. 2 grup kapitujt e radhës, grup kapitulli 2 është në fakt baza e Bashkimit Evropian, janë 4 lirit themelore, është konkurenca. Pra, i gjithë kapitulli ka të bëjë me tregun e përbashkët evropian, që do të thotë standardet të përbashkëta që Shqipëria do duhet t'i arrijë, dhe detyrime që shtrihen jo vetëm tek institucionet, por kryesisht tek bizneset dhe gjithashtu tek qytetarët, sa i takon kostos jetesës edhe element të tjerë. Ndërsa grup kapitulli 3 ka të bëjë po ashtu me konkurrëshmërinë dhe rritjen, që është të 2 grup kapitujt janë të lidhur. Këtu bëhen fjalë për kapituj si shoqëria e informacionit, politikat sociale të punësimit, arsimi, kultura, shkenca, kërkimi, pra dhe këto çështje të lidhura me ekonominë dhe zhvillimin e ekonomisë dhe çështjeve sociale. Mendoj që këto janë dhe grup kapituj që do të ketë jashtëzakonisht shumë punë për të bërë, sepse shtrihet diapazoni i angazhimit jo vetëm tek institucionet shtetërore, kryesisht ekzekutivi që ka qenë deri më sot, por dhe tek aktorët e tjerë privat, bizneset, qendrat e kërkimit, universitetet, gjitha do të jenë shumë të përfshira, do të preken nga këto grup kapituj.